Lavdi Zotit, gëzuar, sa mirë që jemi bashkë përsëri. Është bekim ta fillojmë vitin së bashku në këtë të diel të parë të vitit. Edhe sot unë dua të tërheq vëmendjen nga fjala e Perëndis për atë çfarë Zoti bën. Zakonisht, për shembull, ne jemi të prirur të mendojmë çfarë duhet të bëjmë ne, çfarë duhet të bëj unë. Dakor, po çfarë ka bërë Zoti? Sot ne do të flasim pikërisht për një sag, le të them, robërie, por që të çon në një dëshirë për të qenë të lirë. Edhe në fakt Zoti ka bërë diçka në jetën tonë, ai na ka çliruar. Edhe vërtet, sikundër unë përmenda, historia njerëzore në shkrimin e shenjtë, ashtu siç Bibla përshkrua, nuk është thjesht një regjistrim gjenealogjish ose një kronik e qytetërimeve të lashta. Por në thelb është një, ashtu si e përmenda, një sag robërie me dëshirë për çlirim, për të qenë të lirë. Edhe që nga kapitujt e parë të Zanafillës, pas rënies së Adamit, njerëzimi e gjen veten në një gjendje robërie. Ju e dini që njeriu i dëbuar nga kopshti pranisë Perëndis është hedhur në një botë të karakterizuar nga tjetërsimi, nga dhuna, nga vdekja. Edhe kjo gjë është shumë e qartë. Dikush ka thënë se historia e Biblës nga Zanafillat e zbulesa është një histori e mërgimit dhe eksodit. Kjo lëvizje nga robëria drejt lirisë. Shumë interesante. Përbën strukturën kurizore të gjithë zbulesës hyjnore të Zotit. Edhe në dhjatën e vjetër, ky model kristalizohet nga shembulli i eksodit, apo jo, të gjithë ne dimë se çfarë ndodhi popullit të Perëndis. Kjo nuk ishte një ngjarje politike, apo thjesht një mërgim i një grupi të madh njerëzish, por ishte një ndërhyrje hyjnore e Perëndisë së plot fuqishëm për të hequr një popull nga shtëpia e skllavërisë dhe për të lidhur me ta një beslidhje lirie. Ky është në thelb eksodi. Megjithatë, siç vërehet në librin e gjyqtarëve, çlirimi fizik i popullit të Perëndis pasoi nga një robëri frymërore. Edhe çfarë ndodhte? Ndodhte një lloj, le të them, riciklimi i popullit të Perëndis për shkak sepse ata ishin të robëruar në zemrën e tyre, edhe u duhej ndërhyrja fizike e Zotit dhe ndërhyrja e tij pra në mënyrë që ata të mund të çliroheshin nga robëria. Edhe ky ishte një lloj, le të them, një cikël i vazhdueshëm i shtypjes, pendimit dhe ndërhyrjes hyjnore. Në fakt, kjo tregon se problemi vërtet i njerëzimit nuk ishte thjesht gjeografik apo politik. Pra nëse një grup njerëzish ndodhet në një lokacion të caktuar në botë, apo për shkak të emigrimit duhet të lëviz, jo. Përkundrazi, problemi dhe robëria e vërtet është ajo që është e brendshme, që është në zemër. Ajo i sjell të gjitha problemet. Edhe për këtë do të flasim sot, se si Zoti na çliron. Atëherë, nga çfarë na ka çliruar Zoti? Përgjigja është shumë dimensionale. Zoti na ka çliruar nga shumë gjëra. Ai ka orkestruar një çlirim total që përfshin dimensionin njerëzor, moral, le të them, ekzistencial, shoqëror, po edhe frymëror. Dhe dhjata e re e universalizon këtë model, ne e dimë shumë mirë çfarë bëri Krishti apo jo. Ai erdhi dhe bëri atë që me të drejtë mund ta quajmë eksodi i dytë. Por nuk ishte lloji i eksodit që duhet hapej deti kuq për ne, që të kalonim. Por një kalim nga vdekja në jetë, një kalim nga errësira në dritë, një kalim nga pushteti i Satanit tek Perëndia. Dhe fjala liri në Bibël merr një kuptim radikalisht të ndryshëm. Liria nuk është më një status politik, ashtu siç njerëzit mund ta mendojnë nëse lexoni filozofi apo gjeografik apo social, por është gjendja shpirtërore të qenit të çliruar nga tirania frymërore, pikë së pari. Ju më thoni, Landi, po futesh pak në filozofi. Mirë është të meditojmë në lidhje me këto koncepte, sepse janë kaq të rëndësishme. Edhe Bibla është shumë e qartë, sepse ne jemi çliruar, edhe Zoti në mënyrë shtëruese në fjalën e tij na zbulon se nga çfarë jemi çliruar. Edhe unë do të përdor sot disa terma që ndoshta mund të jenë të vështira për dikë, sepse do të futem në atë që rëndom në krishterim quhet edhe teologji, por janë ato bazat të doktrinës krishtere, të cilat janë shumë të rëndësishme për secilin prej nesh. Unë do të përpiqem në terma të thjeshtë ta
ta sintetizoj gjitha të dëshirët e Zotit, që ne të kuptojmë se nga çfarë realisht ai na ka çliruar. Edhe është vepra e tij, është dora e tij. Është ai që e ka bërë një gjë të tillë dhe për të kuptuar këtë madhështi të çlirimit, duhet së pari të përballemi me realitetin e rënd të gjendjes së njeriut. Është një realitet i rënd. Edhe Bibla nuk përdor fjalë eufemizma, për shembull ose që t'i bjerë nga kina, dakord, që të dalë dhe të jap një drejtim caktuar apo një përkufizim caktuar, po Bibla është një libër i drejtë për drejtë. Edhe ne nuk ishim thjesht të humbur si kundër dikush ka humbur rrugën në pyll, ta zëm. Jo, ne ishim të shitur në mëkat. Edhe Bibla përdor terminologjinë e tregut të skleverëve. Keni menduar ndonjëherë për shembull, prandaj ne mund ta kuptojmë fjalën e Perëndisë, sepse Zoti përdor krahasime në fjalën e tij dhe terminologjia e tregut është një nga gjërat që Zoti përdor në Bibël. Për shembull, te letra e parë e Korintasve, kapitulli 6, aty thuhet sepse u blet me një çmim. U blet me një çmim. Ta dini që ne ishim të shitur, ne ishim sklever të mëkatit. Ishim sklever të drejtësisë ndëshkuese gjithashtu të Zotit. Edhe ky është një fakt për shkak të mëkatit ton. Edhe kjo gjë ndodhi. Pali e përdor këtë term për blerjen e një sklavi. Njerëzit për shkak të mëkatit e kishin humbur vetë pronësinë. Edhe ne ishim pronë e mëkatit, ishim pronë e drejtësisë ndëshkuese. Bëjmë mëkat, atëherë jemi sklever, jemi nën këtë gjë. Perëndia nëpërmjet Krishtit hyri në këtë treg të mirë njerëzor dhe bën një transaksion blerje. Ne jemi bler ligjërisht. Zoti na bleu ne. Edhe është një transaksion ligjor. Zoti bëri një blerje ligjore, legale, sikundër mund ta themi. Edhe kjo nuk kupton që Zoti ka të drejta ligjore mbi besimtarin. Ne jemi të tit. Amen? Jemi të tit. Edhe ai ka të drejta ligjore mbi ne. Zoti na bleu për të na nxjerrë jashtë tregut. Ne ishim të shitur ndaj mëkatit. Ne ishim të shitur ndaj mëkatit. Prandaj te Galatasit kapitulli 3 thuhet Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit. Ligji është i drejtë, amen? Po për shkak sepse ligji është i drejtë dhe ne nuk e mbanim dot. Edhe ky ligj u shndërua për ne në një mallkim, atëherë Zoti na çliroi sepse ne ishim mëkatar, edhe ai na shpengoi nga mallkimi i ligjit. Ai na shpengoi nga mallkimi i ligjit. Ne ishim sklever të mëkatit. Edhe ai na çliroi sepse ligji na tregoi që ne ishim mëkatar apo jo, kështu thuhet në fjalën e Perëndisë. Galatasit kapitulli 4 dhe vargu 5. Ja ku e kemi aty që të shpengonte thot. Ata që ishin në ligj, ne të fitojmë birërinë, pra ai na nxori përfundimisht nga tregu. Nuk na bleu thjesht për të qenë zotër, për të qenë sklever, më falni, të një zoti tjetër. Jo. Ne nuk jemi më në shitje. Këtë duhet ta kuptojmë. Nuk jemi më në shitje. Dhe shpengimi nuk është një falje sentimentale, po ashtu si kundër përmenda është një transakcion. Zoti bëri një transakcion, ai na bleu. Ai na bleu për të mos u shitur më kurrë. Edhe Zoti ka të drejtat ligjore mbi ne. Kjo është shumë themelore në jetën e një besimtari, sepse pronësia është transferuar përfundimisht tek Perëndia. Gjendja jonë cila ishte? Të lidhur me zinxhirit e fajit, të frikës, të veseve, ndërkohë që te Efezianët kapitulli 1 dhe vargu 7 thuhet në cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve, thot, sipas pasurisë së hirit të tij. Pra ky është një çlirim i plot. Bëhet fjalë për një lloj distancimi, le të them, besimtari i shkëputur nga skllavëria e vjetër. Zoti na ka bler, na ka shkëputur prej andej. Edhe kjo nuk është një amnisti, një falje pa pagesë. Nuk është amnisti. Duhet ta kuptojmë një gjë të tillë. Kur Zoti na fali, nuk na amnistoi, si kundër mund të dëgjoni predikime apo njerëz. Jo, është një shlyerje borxhi që rezulton në liri. Zoti pagoi. Zoti pagoi. Në botën antike, shpengimi i një sklavi apo një robi i lufte kërkonte një vlerë të madhe parash. Edhe shpeshherë një njeriu i cili dëshironte të shpengonte dikë, një sklav apo një rob lufte, shpesh i duhet që të shiste të gjitha pronat e tij në mënyrë që të siguronte paratë për ta blerë atë person, për ta shpenguar. Por Pietri në letrën e parë të tij bën një kontrast vërtet tronditës, do ta quaja unë. Në vargun 18 thuhet,
duke ditur se jo me anë gjërash që prisen, vini re, si argjendi ose ari, jeni shpenguar, thot, nga sjellja e kot të dorëzuar nga etrit. Vargu 19, shikoni kontrastin. Por me anë të gjakut të çmuar të Krishtit, si të qengjit, të patëmet dhe të panjollët. Morët vesh, thot, ky është tregu i skleverëve. Ju nuk jeni çliruar, nuk jeni shpenguar nga ari dhe argjendi, nuk jeni shpenguar nga monedat fizike të kësaj bote, nga pasuritë e kësaj bote. E morët vesh, thot Pietri? Ju jeni çliruar nga gjaku i çmuar i Krishtit. Kjo është vepra e Perëndis. Çfarë po thot këtu? Që kjo kontrasti është i fortë midis vlerave toksore dhe vlerës së gjakut hyjnor. Dhe pse ishte i nevojshëm gjaku? Sepse monedha e mbretërisë së Perëndis dhe e drejtësisë së tij nuk është materiale, por është jetësore. Është jetësore. Edhe ligji moral i thyer kërkonte jetë. Paga e mëkatit është vdekja. Të gjithë e dim këtë gjë. Asnjë sasi ari nuk mund ta shlyente ofendimin ndaj një perëndie të pafundëm, vetëm një jetë me vlerë të pafundme, që është jeta e birit të Perëndis, mund ta mbulonte borxhin frymëror të njerëzimit. Edhe ky është ai që quhet me të drejtë nga studiuesit e Biblës si një zvendësim penal. Zoti e bëri një gjë të tillë. Hyri në vendin tonë, në tregun e skleverëve, mori prangat tona dhe pagoi me jetën e tij. Prandaj te letra e parë Timoteut, kapitulli 2 dhe vargu 6, Pauli thotë, i cili e dha veten e tij si shpërbles për të gjithë, për dëshmim në kohën e vet. Çfarë vepre? Çfarë akti që ka kryer Zoti? Sa e mrekullueshme që është një gjë e tillë. Edhe kjo e përforcon doktrinën e shlyerjes, që keni dëgjuar ndoshta, por Jezusi nuk pagoi një çmim abstrakt. Ai e dha veten e tij si çmim i shkëmbimit, kok më kok, kok për kok i thonë, jetë për jetë. Dakor, nëse mund të përdor këto terma. Edhe Zoti pagoi. Njerëzimi ishte në pranga, i paftë për të paguar borxhin, dhe Zoti erdhi si një shpengues, si një shpengimtar, edhe ofroi jetën e tij si një monedhë. Prandaj, liria krishtere nuk është falas, në kuptimin e kostos. Sepse ne e konsiderojmë që morëm shpëtimin tani, e morëm falas, por në fakt, ai shpëtim që ne marrim falas, u pagua. U pagua shtrenjtë. Ai na bleu, lexuam vargu i parë që lexuam sot, me një çmim. Shikoni sa e fortë është kjo. Edhe ai ofroi jetën, po e dini çfarë vlere që ka kjo gjë që bëri Zoti për ne? E dini që ndikon tek shëndeti mendor i njeriu, ndikon drejt për drejti edhe në mirëqenien mendore të një besimtari. Ju më thoni, po për çfarë e ke fjalën? Po. E dini ju që ka besimtar në këtë botë që duan ta paguajnë shpëtimin me këste? Mendojnë që duhet i shtojnë diçka më shumë gjakut të Krishtit? Nuk kuptojnë realisht veprën shpenguese të tij? Duke e zhvlerësuar vlerën e gjakut të Krishtit, i cili është i çmuar, sikundër lexuam, gjaku i çmuar i Krishtit. Po ne i shërbejmë Zotit, është e qartë, ti shërbejmë Zotit jo nga frika e dënimit, por nga mirënjohja e lirisë. Zoti e bëri gjithë punën. Nuk duhet t'i shtojmë ndonjë gjë veprës së tij për t'u çliruar nga fuqia e mëkatit. Zoti e bëri. Edhe ne jemi shpenguar jo nga veprat, amen, por nga hiri nëpërmjet besimit. Dhe kjo jo nga ne, por është dhuratë e Perëndis. Është dhuratë, le të na kuptojmë këto koncepte se janë kaq të rëndësishme. Edhe Zoti na çliroi nga ajo sindroma e performancës, që ne duhet të bëjmë këtë që të miratohemi. Zoti na miratoi. Ai të na miratoi ne që ne të fitojmë favorin e Zotit. Jo, Zoti të bleu, ti nuk e meritoje, unë nuk e meritoja. Edhe Zoti kreu atë transakcion ligjor në kryqin e Kalvarit, duke derdhur gjakun e tij, përmes të cilit ne morëm faljen e mëkateve edhe jetën e përjetshme. Çfarë bekimi ti dim këto gjëra, po jo vetëm kaq, na jep një siguri të vlerës personale. Më thoni pak, si e mat bota suksesin sot të njerëzve? Ose vlerën e njerëzve, po ta them, le ta them në këtë mënyrë. Si e mat bota vlerën e njerëzve?
Po e matë mbi bazën e suksesit financiar. Mbi bazën e statusit social. Njerëz VIP. Kështu e matë bota suksesin e një njeriu. Ndërsa shpengimi nga ana e Krishtit ka një njësi matëse tjetër. Po le të bëj këtë analogji. Si mund të vlerësohet, ose si mund të matet vlera e një objekti? Sigurisht, vlera e një objekti përcaktohet nga sa mund të paguaj dikush për ato objekt. Është kështu? Sa mund të paguaj ai? Tani le të mendojmë pak për veten tonë. Ai na bleu me gjakun e tij. Dini çfarë do të thotë kjo? Që vlera jon është e pallogaritshme. Çfarë çmimi u pagua? Gjaku i Krishtit. Amen? Dini çfarë, thjesht duke menduar këtë gjë, kjo shërben si antidota më e fuqishme kundër, le të them, depresionit apo edhe ndjenjave të pavlefshmërisë që ne kemi shpeshherë ndaj vetes. Zoti na bleu me një çmim, edhe çmimi është shumë i lartë. Ai është gjaku i çmuar i Krishtit. Edhe kjo na ndikon edhe në shëndetin mendor të besim. Kjo ndikon sigurisht. Le ta kuptojmë një gjë, sepse jetojmë në një realitet agresiv. Le ta kuptojmë se sa të çmuar jemi për Zotin. Prandaj e bëri ai një gjë të tillë. Shpeshherë ne I harrojmë këto gjëra kaq themelore. Por janë shumë të rëndësishme. Ndryshimi i pronësisë gjithashtu është shumë çliruese. Ti je I blerë do të thotë që nuk I përket më vetes. Kjo mund të duket kufizuese për mendjen moderne, por është çliruese. Ju mund thoni si, ja, në qoftë se ne I përkasim vetes, jemi përgjegjës për të mbrojtur, siguruar, udhëhequr veten tonë në këtë univers armiqësor, si kundër e quajta. Ndërkohë që nëse I përkasim Krishtit, përgjegjësia për mbrojtjen, për sigurimin tonë, bie mbi pronarin tonë të ri, amen? I cili është I mirë dhe është I gjithëpushtetshëm. Ai na mban, ai siguron për ne. Ai drejton jetën tonë. Kjo është çliruese në fakt. Është një bekim I madh. Po nga çfarë na ka çliruar Krishti? Le t'i marrim me radhë prej mallkimit të ligjit. Tani një nga aspektet më të errëta dhe më pak të kuptuara të gjendjes njerëzore është realiteti I mallkimit. Tani kur përmendet fjala mallkim, dikush I vin ndërmend ato prallat që ka dëgjuar, ka lexuar, apo dikush kur ka qenë I vogël, domethënë dikush që është I rritur, prindërit I kanë treguar për ato mallkimet e frikshme, apo I kujtohen ato filmat horror nëse ka parë ndonjë gjë në lidhje me fjalën mallkim. Por vjen re, mallkimi është një realitet ligjor, objektiv në Bibël. Kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Është gjendja e të qenit tamam në disfavorin hynor të Zotit. Ne nuk meritojmë asgjë. Edhe pikërisht sepse ai na gjykon për shkak sepse ne kemi thyer ligjin, ne jemi në këtë mallkim. Pra është një realitet objektiv. Nuk është diçka që nuk qëndron, apo thjesht është një term I huazuar nga diçka. Jo, është diçka, si thua, jetësore, është një gjendje që ne ndodhemi si njerëz, po them, jo si besimtarë, jo në favorin e Perëndis, për shkak të mëkatit. Edhe në këtë kuptim jemi nën mallkim. Kjo është një gjendje reale. Ligji është I shenjtë, I drejtë, I mirë. Amen? Ne e dim këtë gjë, se duhet ta nxjerrë tek mallkimi pastaj. Ligji është I shenjtë, urdhrimi është I shenjtë, I drejtë dhe I mirë. Kështu thot fjala e Perëndis. Ky është ligji. Edhe ligji kishte një funksion specifik dhe të përkohshëm praktik, mund ta them, dhe ju lutem mos më keq kuptoni lidhje me këtë fjalë që po përdor, sepse Zoti e vuri ligjin si një pedagog për të ruajtur popullin e Perëndis dhe për t'i zbuluar atij natyrën e vërtet të mëkatit. Dakor? Derisa të vinte kush?
Krishti. Prandaj në fjalën e Perëndisë thuhet që ligji që mësuesi ynë për të Krishti, që ne të drejtësohemi prej besimit. Që ne të drejtësohemi prej besimit. Pra për shkak të natyrës mëkatare të njerëzit, ligji u shndërrua në një mjet dënimi. Ligji kërkonte një përsosmëri absolute. Zoti dha ligjin, njerëzit duhet i bindeshin, edhe që të zbatohet ligji, duhet një përsosmëri absolute. Pyetja është, asnjë njeri nuk mund ta përmbushte këtë standard. Ky është problemi më i madh i njerëzimit. Prandaj në Bibël thuhet dhe të gjithë ata që janë prej veprave të ligjit, janë nën mallkim. Janë nën mallkim, sepse ligji kërkon përsosmëri. Edhe askush nuk mund ta përmbushte këtë përsosmëri, sepse është shkruar, i mallkuar është kushdo që nuk qëndron në të gjitha ato që shkruan në librin e ligjit për t'i bërë. Jemi të qartë? Do thënë, kjo është diçka shumë themelore për ne. Edhe ligji prodhoi në këtë mënyrë pashmangshmërisht një mallkim. Prodhoi dënim, prodhoi një mallkim. Dhe mallkimi biblik nuk është thjesht fati i keq. E mo çfarë fati të keq që kemi ne. Jo, është një ndarje nga burimi i jetës që është Zoti. Edhe kjo ishte e rëndë. Dhe kjo gjë na ekspozonte ndaj pasojave shkatërruese të mëkatit, vdekja fizike, shpirtërore e përjetshme. Gjërat vërtet ne i marrim të mirëqëna, por janë shumë të thella. E ne duhet kuptojmë vlerën e asaj që Zoti ka bërë. Sa e rëndësishme që është për ne. Historia e Izraelit, si tregohet tek libri i gjyqtarëve dhe librat e mbretërve, është një dëshmi e faktit që ligji është i mirë, është i drejtë, por ama nuk kishte fuqi të prodhonte drejtësi. Nuk kishte fuqi të prodhonte drejtësi, por vetëm të diagnostikonte sëmundjen dhe të aktivizonte mallkimin. Ne këtë e shohim në librin e gjyqtarëve, sidomos po dhe në vijimsi. Sapo ishte edhe në ligj, vjen re. Edhe shikoni se çfarë solli. Ndërkohë që Krishti u bë mallkim për ne, lexuam. Krishti u bë mallkim për ne dhe u shkëmbyem. Zgjedhja e Zotit për këtë dilemë ligjore është e jashtëzakonshme. Prandaj në fjalën e Perëndisë thuhet që Krishti na shpengoi. Nga kush? Nga mallkimi i ligjit. Pse? Sepse u bë mallkim për ne, sikurse sepse është shkruar, i mallkuar është kushdo që varet në dru. Kjo ndiqej, kjo mënyrë dënimi ndiqej në dhjatën e vjetër. Edhe Krishti mori dënimin, mallkimin, ashtu si thuhet në fjalën e Perëndisë. U bë mallkim për ne. Ai u bë mallkim për ne. Kjo është për të menduar. Ai mori mallkimin e ligjit. Ligji kërkonte përsosmërinë, ne nuk mundet dot ta mbanim. Nuk mund ta realizonim dot, edhe Krishti, prandaj ai prodhoi pashmangshmërisht mallkimin, edhe Krishti mori pashmangshmërisht këtë mallkim, që ne duke besuar tek ai, të marrim pashmangshmërisht, me që përmenda këtë fjalë, dhuratën e jetës. Çfarë bekimi? Ky është thelbi i doktrinës së shlyerjes. Jezusi nuk zgjidh thjesht si një martir fisnik. Le të mendojmë pak për këto. Në thelb ndodhi një transferim dhe ky transferim ishte ligjor. Ishte ligjor. Mëkati ynë ju llogarit atij dhe mallkimi që ne meritonim, braktisja nga ati, zemërimi drejt dhe vdekja ra mbi të. Ra mbi Krishtin. Ai u trajtua si shkelës i ligjit, që ne të trajtohemi si zbatues të ligjit. Ai u bë mëkat, si thuhet tek 2 Korintasit 5:21, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë. Ai përjetoi errësirën e gjykimit, që ne të marrim dritën e birërisë.
Si mund ta fitojmë favorin e Zotit jo përmes legalizmit? Legalizmi është përpjekja e njeriut për të fituar favorin e Perëndisë. Dhe përpjekjet e njeriut për të ruajtur shpëtimin. Kur ne e dimë që shpëtimin e kemi dhurat. Amen? Po ka dhe besimtarë që nuk e studiojnë fjalën e Zotit dhe kuptojnë që shpëtimi në fakt humbet, por shpëtimi, nëse Krishti na e dha si dhurat, askush nuk mund të na nxjerrë nga dora e tij. Amen? Është shpëtimi i përjetshëm. Sado vepra të mira të bëjmë ne për të fituar favorin e Zotit, kjo gjë u krye kur ne i besuam Krishtit si Zot dhe shpëtimtar. Pse shërbejmë ne dhe pse bëjmë ne vepra të mira pikërisht për faktin sepse ne i takojmë atij. Amen? Jemi krijesa të reja, duke ecur në rrisinë e jetës. Prandaj bëjmë vepra të mira. Po nga ana tjetër të kuptojmë edhe anën tjetër të peshores, që nuk mundet që me që Krishti na fali, edhe shpengimin na e dha, atëherë ne mund të bëjmë ç'të dua. Ku e gjetëm këtë? Si mund të bëjmë ne ç'të dua? Si thot Pali tek Romakët 6:15, atëherë çfarë të mëkatojmë sepse nuk jemi në ligj, por në hir, kur mos qoftë thot. Pa ne te kalojmë ligjin. Siç kemi përmendur, për shembull, që nëse ti e do vllain tënd e ke përmbushur ligjin, çfarë do të thotë kjo? Që nëse marrim ato 10 urdhërimet, edhe për këto kemi folur shpesh në kish, nëse unë e dua dikë, nuk do ta vjedh, nuk do ta urrej, nuk do të shkel kurorën, nuk do ta vras, pse? Sepse e dua. Edhe kur unë e dua dikë, i kam përmbushur gjitha këto, mos bëj këtë, mos bëj ato e tjera me radhë. E te kalojmë ligjin për shkak të ligjit të dashurisë, që Krishti i injektoi në ne përmes frymës së tij, për cilën do të flasim më vonë. Nuk është teorike, sepse gjërat kur i lexon kështu gjajnë teorike, thua kjo është teologjike, diçka që duhet kuptuar ashtu është, por janë gjëra jetësore. Jezusi na çliroi prej mallkimit të ligjit, por prej pushtetit të mëkatit. Tani shumë shkurt do t'i kalojmë këto, po çlirimi është prej mëkatit, është aspekti më i prekshëm dhe më shpesh më konfuz për besimtarët. Ne jemi të çliruar, po pse mëkatojmë ende? Dhe kjo është një dilemë që ka dhe besimtarë që nuk japin dot përgjigje praktikisht, madje ndonjëherë edhe mërziten dhe shqetësohen edhe me veten e tyre dhe mërziten edhe me Zotin. Sepse këto gjëra ndodhin. Po le të bëjmë një dallim kohor dhe funksional midis tre aspekteve të mëkatit. Në fakt, mëkati ka atë që quhet e shkuara. Kjo është e rëndësishme. Për shembull, kur ne i besuam Krishtit në momentin e rilindjes ose shpëtimit, besimtari çlirohet plotësisht nga dënimi për shkak të mëkatit. Ne nuk do të gjykohemi kur të vijë një ditë Krishti për mëkatin tonë, sepse ai e gjykoi në kryq. Mirë, jemi të qartë, do gjykohemi për veprat tona në trup, për shërbimin tonë pas shpëtimit. Jemi të qartë, ka Bibla shumë vargje në lidhje me këtë, edhe kemi folur në kish, në mënyrë absolute kjo është e vërtet. Por prandaj në Bibël thuhet që tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Romakët 8. Sepse ata janë të shpëtuar, pra nuk ecin sipas mishit, por sipas frymës. Por nuk ka asnjë dënim për ata, sepse Zoti mori dënimin. Amen? Në kryq. Nga ana e pozitës. Praktikisht, nëse ne ecim në mëkat, kjo është diçka që ne mbjellim për vdekje, ka lidhje me vdekjen fizike, pastaj Zoti na shkurton jetën. Nëse vazhdojmë të ecim në mëkat në këtë botë, me dieni, edhe bëjmë stil të jetës. Duhet të kemi kujdes. Prandaj nuk mund të bëjmë çfarë të duam, vëllezër motra. Na çliroi nga pushteti mëkatit që ne të mos mëkatojmë domosdoshmërisht, sepse ne duhet në fakt të shërbejmë atij në lirinë e çlirimit që ai na dha, që na bleu me anë të gjakut të tij. Ja do të bëhen më të qarta këto terma tani, por gjyqi hyjnor ka dhënë verdiktin i pafajshëm. Kur ne i pranuam Jezusin si Zot dhe shpëtimtar. Kjo gjë ndodhi. Ky është një akt ligjor i menjëhershëm. Zemërimi i Zotit është shuar nga sakrifica e Krishtit. Besimtari nuk ka më nevojë të ketë frikë nga fuqitë e ferrit. Nga gjykimi ndëshkues i Zotit për mëkatet e tij. Dhe kjo sa i takon të shkuarës. Për në momentin kur ne besuam Krishtit, dënimi ynë për mëkat u hoq për shkak sepse Krishti pagoi në kryq. Jemi dakord nga ana e pozitës tem. Pastaj nga ana e praktikës ne do të korrim atë që mbjellim dhe prandaj me Zotin nuk bëhet çka, por duhet ta kuptojmë këtë që Zoti nuk, domethënë na çliroi nga vdekja
e përjetshme. Jemi të qartë ky është dënimi, që t'i bëjmë gjërat të qarta nga dënimi i përjetshëm. Po nga për kohën e tashme, çlirimi nga fuqia e mëkatit. Duke folur për kohën e tashme. Po, ky është një proces i vazhdueshëm i jetës krishtere, dënimi hiqet, patjetër, por thyerja e fuqisë dominuese të mëkatit është progresive. Prandaj shenjtërimi që Zoti pret për ne është një proces. Dakor, nuk arrihet brenda ditës. Procesi i shenjtërimit në ne kërkon kohë. Prandaj kemi nevojë të ripërtërim mendjen tonë, apo jo? Të mos konformohemi me këtë botë. Të ripërtërim mendjen me fjalën e Perëndis. Edhe ta paraqisim trupin tonë si një fli të gjallë përpara Zotit, si thuhet e Romakët 12. Ky është shenjtërimi. Dhe ky është një proces gradual, i vazhdueshëm. Para shpëtimit, njeriu nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të mëkatonte. Ndërkohë tani thuhet Bibla, mëkati nuk do të zotërojë më mbi ju. Edhe vjen në fjalët, nuk thotë që hey, juve nuk do të mëkatoni kurrë më. Shikoni se Bibla është libër i jashtëzakonshëm. Mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju. Nuk keni sklever më të mëkatit. Dhe ja për këtë do të flasim, ta shpjegojmë pak më mirë këtë gjë. Mëkati nuk do të zotërojë më mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir, dhe do të shohim se cili është kuptimi i kësaj. Para shpëtimit, unë e thash, njeriu nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të mëkatonte. Te Romakët kapitulli 7, nuk i kam këtu të gjitha vargjet, po Pali ishte në një dilemë. Nëse ai nuk do të kishte, nëse do të qëndronte pa Krishtin. Shikoni cila është dilema e një njeriu pa Krishtin. E pëlqen të drejtën, të mirën, ligjin, por shikoni se si gjen veten një njeri i tillë. Romakët 7 na e përshkruan këtë. Unë po lexoj që nga vargu 13. Në fakt që në vargu 12 mirë do ishte. Thot, kështu ligji është i shenjtë dhe urdhërimi i shenjtë, i drejtë dhe i mirë. Vjen re si shprehet Pali. Ajo gjë që është e mirë u bë vdekje për mua. Pra ajo gjë që është e mirë u bë vdekje për mua, pyet Pali, kur mos qoftë por mëkati që të duket mëkat me anë të së mirës, më pruri vdekjen që mëkati të bëhet edhe më tepër mëkat nëpërmjet urdhërimit. Pra, ligji çfarë bëri? Për shkak sepse është i shenjtë, ai vuri në dukje edhe më shumë, krijoi atë kontrastin. Dhe thaj ati ke shkelur ligjin, sepse kjo është e drejtë, duhet të bësh kështu, edhe ne nuk e bëmë, edhe nëse nuk e bën atë që thuhet, ky është mëkati. Mëkati është shkelja e ligjit. Çdo pallësi është mëkat, por mëkati është shkelja e ligjit, thuhet në fjalën e Perëndisë. Është varg nga Bibla ky që citova. Edhe thuhet, sepse ne e dimë se ligji është frymëror, por unë jam mishëror i shitur nën mëkatin. Shikoni terminologjinë e tregut që përdor Bibla. Edhe thotë, sepse unë nuk kuptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. Thot Pali. Nësë kemi arritur të Krishti, akoma. Në mish, unë bëj atë që nuk dua ta bëj, por bëj atë që urrej. Edhe thot, sepse nuk e kuptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej, dhe nëse bëj atë që nuk dua, nuk jam në një zë me ligjin, se është i mirë. Por tani nuk jam më unë që veproj, por mëkati, thot, që banon në mua. Mëkati që banon në mua, është ajo natyra mëkatare që ne kemi. Edhe thot, sepse unë e di se në mua, do me thënë në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë, sepse dëshira ndodhet tek unë, por të bëj të mirë nuk e gjej, thot Pali. Unë kam dëshirë të bëj drejtësinë, të eci drejt, të mos mëkatoj, të jemi shenjt, i përsosur. Por thot, dëshira është tek unë, por të mirën nuk e gjej, thot. Në fakt të mirën që unë e dua nuk e bëj, por të keqen që s'dua atë bëj. Dhe në qoftë se bëj atë që nuk dua, s'jam më vetë ai që e bëj, por është mëkati që rri në mua. Pali e thot të njëjtën gjë. Edhe thot gjej pra këtë ligj. Ky është ligji i vjetër, dhe mbani mend këtë. Se kur unë dua të bëj të mirën, e keqja ndodhet në mua. Sepse unë gjej kënaqësinë në ligjin e Perëndisë sipas njeriu të brendshëm, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën rob të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. Ky është ligji i vjetër, është ligji i mëkatit, i cili më tërheq që unë t'i bindem atij. O i mirë i njeri që jam, thot Pali. Si do t'ja dalë unë tani? Kush do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes? Çfarë të bëj unë tani? Të çmendem? Të bie në depresion. Si është?
Edhe në vargu 25 thot, i falemderit Perëndis me anë të Jezu Krishtit. Këtu hyn Krishti. Zoti ton, unë vetë pra, me mendjen i shërbej ligjit Perëndis, por me mishin ligjit mëkatit, edhe sa mirë që nuk e ka lënë me kapitullin 7, por është kapitulli 8 pastaj. Po e tregoj për humor, por para shumë vitesh, në Kish predikoj një vlla edhe predikoj nga Romakët 7 edhe pjesa e fundit e Romakëve 7 edhe predikimi ishte aq dekurajues. E kupton edhe vërtet, domethënë njerëzit u mërzitën sa të pavler jemi, sa kohë që jemi etj. Edhe në fund i them, po ka shumë vite kjo, i them vlla, dëgjoj. Zoti ka shkruar dhe kapitullin 8. Duhet marr gjithë konteksti, gjithë panorama, gjithë tabloja, sepse përndryshe njeriu do të dëshpëroj, do të zemëroj, nuk do të kishte shpresë. Prandaj Bibla nuk lexohet vetëm pak. Lexohet gjithë fjalën e Zotit. Nga fillimi në fund. Sepse është gjithë fjala. Dhe ne kemi nevojë për gjithë fjalën e Zotit. Edhe e lam të ligji vjetër, lexojmë pak tani, le ta nxjerrim pak këto 4 vargjet e para. Aty ju i shikoni aty, po ja le ta lexojmë këtu. Tani thot, nuk ka pra asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas frymës, sepse ky është ligji i ri tani. Ishte ai ligji i mëkatit që na tërhiqte? Shikoni ligjin e ri. Sepse ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Ky është ligji i vjetër, ky është ligji i ri. Ta lexojmë deri në fund, edhe pastaj do të jap shpjegimin. Sepse atë që ishte pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit, Perëndia duke dërguar birin e tij në shëmbullim mishi mëkatar dhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish, që të përmbushet kërkesa e drejtë e ligjit në ne, që nuk ecim sipas mishit, por sipas ky është çelësi, sipas frymës. Le ta shpjegoj ndryshe. Ligji ta them kështu. Ligji prap? Okej. Zoti nuk e fshiu ligjin e vjetër. Nuk e fshiu ligjin e vjetër. Por shkroi një ligj të ri, nëse mund ta them kështu. E do të them arsyeën pse. Zoti shkroi një ligj të ri. Edhe ky është ligji që lexoni aty i frymës së jetës apo jo, në Krishtin Jezus. Ky është ligji i ri. Çfarë do thotë kjo që ne kemi përmendur edhe më përpara këtë si një shembull, po kemi avioni, për shembull, që të ngrihet lart, ka një forcë aerodinamike, motori, pra, që e shtyn lart. Edhe që avioni të ngrihet lart, duhet që të mposhtë kjo forcë aerodinamike, të mposhtë forcën e tërheqjes së gjithësishme, ose forcën e gravitetit, sikundër e quajmë ne. Në mënyrë që avioni të ngrihet lart. Pra duhet ta mposhtë, duhet të shkojë përtej forcës gravitetit. Nëse diçka i ndodh avionit, rrëzohet sa e dhimbshme është. Pra duhet ta mposhtë forcën e gravitetit. Forca e gravitetit ekziston. Është aty. Është ligji i gravitetit. Është gjithmonë. Por forca aerodinamike duhet të shtyjë avionin lart përpara, në mënyrë që ai të ngrihet në ajër. Çfarë duhet të them me këtë gjë? Ne shpeshherë themi, Zot, po sa më shumë eci për ty, aq më shumë kundërshtime kam, aq më shumë tundime, aq shumë tundime përballem. Zot, si t'ja bëj sepse ndodhem në sfida, në prova, në dhimbje, në probleme, si do t'ja bëj? E në fakt, ligji gravitetit aty është. Ligji gravitetit aty është. Por si ne mund të fitojmë mbi këto gjëra që unë përmenda, mbi forcën e mëkatit, mbi pushtetin e mëkatit, si mund të fitojmë ne në prova kur përballemi me to, si mundet të marrim vendimet e duhura që të mposhtim këtë tërheqje për të na çuar në tokë, në botë. Zoti shkroi një ligj të ri, i cili tejkalon ligjin e vjetër, e mposhtë ligjin e vjetër. Që ne të ngrihemi lart mbi mëkatin, mbi vdekjen, mbi veset, mbi problemet tona. Të ecim lart.
sa më shumë ne t'i besojmë fjalës Perëndis dhe të ecim në frym, ne i tejkalojmë këto probleme. Kjo është e bukur e kësaj. A do të zhduken këto provat, problemet, fuqia e mëkatit në jetën tonë për të na tërhequr? Jo, aty është, por Zoti ka një ligj të ri për ne, që është ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus. Sa e bukur që është kjo gjë. Edhe ne mund të ngjitemi lart aty ku Zotit i pëlqen. Një ilustrim i bukur është Isaia 40, ku thuhet të rinjt që ecin me forcat e tyre. Kjo është ideja. Mundohen dhe lodhen këta që kanë më shumë energji, fuqi, se ne dimë që mosha rinore ka shumë adrenalin, ka fuqi, edhe thotë të rinjt e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrezohen. Edhe vinë re. Por ata që shpresojnë te Zoti. Ne dimë që shpresa ka lidhje me besimin apo jo. Te përkufizimi i besimit tek Hebrejnë kapitulli 11 dhe vargu i parë thuhet që besimi është siguria e gjërave që shpresohen. Ata që shpresojnë tek Zoti thuhet, fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, ja ku kemi këtu forcën aerodinamike. Vrapojnë pa u lodhur, ecin pa u lodhur. Edhe rinë mbi mëkatin, mbi problemet, mbi gjërat e kësaj bote, mbi vdekjen. Dhe japin Zotit lavdi, sepse Zoti na çliroi. Simboli i flamurit ton, më pëlqen ta them, ne që jemi shqiptar. Është shqiponjë tani me dy koka, s'ka problem. Shqiponja është simboli i lirisë. Në fakt, e nuk duhet të flas thjesht për flamurin ton, por ai është dhe me ngjyrë të kuqe. Edhe prapë më pëlqen ta them se jemi shqiptar nga ana e realitetit njerëzor, të paktën flas për vete edhe juve këtu në sallë. Është një tregues, sepse liria ka një çmim. Ka një çmim. Po çmimi që Krishti pagoi është një çmim që te kalon vdekjen fizike. Është një çmim i përjetshëm, sepse ai që u derdhi ishte gjaku i Krishtit, gjaku i Perëndis. Edhe ai është shumë i shtrenjtë. Edhe çmimi është shumë i lartë. Edhe ne kemi mundësi. Në fakt, mekanizmi është përmes frymës së shenjtë që banon tek besimtari, tirania e mëkatit është thyer. Ja le ta shpjegoj. Mëkati mund të mbetet një qiraxhi i bezdisshëm që përpiqet na jap urdhra, por nuk është më pronari i shtëpisë. Nuk është më pronari i shtëpisë. Besimtari për herë të parë ka aftësinë reale për të thënë jo tundimit në fuqinë e frymës së Zotit, duke i besuar fjalës Perëndis. Edhe në të vërtetë, tundimet, mendimet e këqija nuk do të largohen, po të kalohen nga ky ligj që unë sapo përmenda. Edhe ky është një bekim i madh. Kjo vdekje e njeriu të vjetër, natyrës vjetër adamike, nuk është një metaforë poetike, po është një realitet shpirtëror. Lidhja ligjore, vitale, që na ushqente me dëshirën dhe detyrimin për të mëkatuar, është këputur. Zoti na çliroi, i këputi prangat e mëkatit. Po le të flasim pak për atë që do të vi. Folëm për gjendjen e tanishme, si është raporti ynë me mëkatin, por le të flasim për praninë e mëkatit. Sot është prania e mëkatit edhe në jetën tonë. Por prania e mëkatit do të hiqet kur Jezu Krishti të vi. Nuk diskutohet. Por para se të arrim tek ajo, let ju lexoj këtë varg për të kuptuar pak transaksionin që Zoti bëri. Kështu edhe ju, thot Pali, llogariteni veten të vdekur për mëkatin. Kjo fjala llogariteni është një term kontabël. Mirë, është një term kontabël. Zoti na ka dhënë jetë. Na e ka hedhur në llogarinë, ka bërë transaksionin për ne. Edhe ne llogarisim veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin në Krishtin Jezus, Zotin ton. Kjo është diçka legale, ligjore që ai bëri.
kur përballem me të ndimin, unë them, kam vdekur ndaj kësaj dëshire, nuk është më zotëria im. E llogaris e konsideroj veten të vdekur ndaj mëkatit. Dhe mund të rezistojmë. Prandaj liria nga fuqia e mëkatit kërkon bashkëpunim aktiv dhe nuk është ndjenjë. Është një llogaritje besimi e bazuar në faktin e bashkimit me Krishtin. Unë përmenda pak në lidhje me praninë e mëkatit. Po kur Jezusi të vi, shikoni pak, kur Jezusi të vi, nuk do të jetë më prania e mëkatit në jetën tonë. Për sa kohë jemi në këtë trup toksor, mëkati është prezent në botë dhe në mishin tonë. Ne dimi gjë të tillë nga fjala e Perëndisë. Atëherë kur e ardhmja do të vi, kur Jezusi të vi, besimtari do të çlirohet nga prania e mëkatit. Kur trupi njerëzor të marrë një trup të lavdishëm, ose ne, të marrë një trup të lavdishëm, po them. Ashtu si Bibla na e thotë, nuk do të ketë më të ndim as dëshirë për të keqen, sepse ne presim shpengimin e trupit tonë. Ky trup mëkatar nuk do të trashëgojë besimtarin kur Jezusi të vi. Prandaj thuhet jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frutin e parë të frymës. Fryma e Zotit banon brenda nesh, thot Pali. Ne që jemi besimtar. Pshërtim në veten tonë. Pse? Sepse jetojmë në këtë botë, jemi në mish, të ndohemi, kemi kundërshtar, vuajmë nga ana e mishit, probleme që kemi me shëndetin, sëmundje, sfida, lloj-lloj gjërash. Ne pshërtim në veten tonë, duke pritur me durim birërimin, shpengimin e trupit tonë. Shpengimin e trupit tonë. Kur Jezusi të vi, ne do të jemi të ngjashëm me të. Amen. Le të mos harrojmë gjë të tillë. Le të shprehim në këtë tabelë të treja këto aspekte të shpëtimit. Kemi shfaqësimin i cili u krye në momentin kur ne i besuam Zotit, dënimi u largua, mëkati është falur ligjërisht, apo jo. Kur njëri beson Krishtit, merr faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Mos i harroni këtë binom shprehjesh. Merr faljen e mëkateve dhe merr dhuratë, jetën e përjetshme. Janë dy gjëra shumë të rëndësishme. E tashmja, po ndodh shenjtërimi që është një proces, mëkati humbet dominimin. Si? Duke ecur ne në atë ligjin e ri të frymës së jetës. Amen? Në Krishtin Jezus. Le të mos e harrojmë. Dhe ardhmja, sigurisht do të ndodhë, është koha kur ne do të përlifdojmë Zotin, do të kemi një trup të lavdishëm, edhe mëkati zhduket. Nuk do të jetë më prania e tij në jetën tonë. Pra mëkati është që tani është një monark i rrëzuar nga froni. Pse i bindemi urdhrave të një mbreti të vdekur? Zoti na çliroi nga pushteti i mëkatit, prej dominimit vetvetes, e dini? Ndoshta forma më e rafinuar dhe më e vështirë e robërisë është ajo që buron nga vetë natyra jonë e rënë. Pra nga tirania e vetes, e unit, e egos, si kundër e quajmë ne. Dhe kultura moderne çfarë bën sot? E lartëson unin e njeriut. Thotë që uni i njeriut është qendra e universit. Në fakt, Bibla identifikon unin e pakryqëzuar si burimin e shkatërimit. Këto nuk janë fjalë filozofike, prandaj Jezusi tek Mateu kapitulli 16 dhe vargu 24, atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet, nëse dikush do të vi pas meje të mohoj veten, të marr kryqin e vet dhe të më ndjek. Shpesh kjo shitet si një humbje lirie. Jezusi po na mëson këtu një asketizëm të zymt, por në realitet është çlirim. Pse është çlirim? Vetja e rënë për shkak të mëkatit është një pronar mizor. Nëse ne nështrohemi vetes, është një pronar mizor, ju mund të thoni si e diti, është gjithmonë e prekshme. Vetja unë e prekemi gjithmonë. Nuk është e paprekshme, ne prekemi në këtë botë. Jemi vulnerabël, nëse mund ta them ndaj gjithçkaje. Nuk ka njerëz të paprekshëm në botë. Në çdo aspekt, që të mos futem tani në detaje se do të harxojmë kohë. Vetja është gjithmonë kërkuese. Kërkon që të kënaq veten. Nuk diskutohet, të kënaq veten. Është lehtësisht e ofendueshme. Një gjë na thot dikush, ti më ofendove, ti bëre kështu, ti ashtu. Vetja është e uritur për vëmendje. Vetja është skllave të dëshirave të momentit dhe ti je i detyruar të shërbesh egos tënde, është robëria më e madhe psikologjike. Identiteti i ri
Shikoni pak, është një varg i fuqishëm ky. Shikoni me vëmendje. Pali thot, u kryzova bashk me Krishtin. Shikoni fjalët që përdor. Roj thot. Pa tjetër roj. Po jo më unë. Uni. Po Krishti rron në mua. Krishti rron në mua. Dhe thot, por ajo që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit Perëndis që më deshi dhe dha veten për mua. Pra teologjia këtij vargu është radikale. Pali thot egoja e vjetër, ajo qendra e pavarur e vullnetit është ekzekutuar ligjërisht në kryq. Edhe besimtari nuk përpiqet të përmirësojë veten e vjetër, ai pranon vdekjen e saj. Kjo liri ose kjo gjë sjell një liri të jashtëzakonshme. Le të jap 3 aspektet që na sjell në liri. Është liria nga nevoja për të mbrojtur. Çfarë do të thotë kjo? Që nëse unë kam vdekur, nuk kam pse të prekem nga kritikat e padrejta. Nëse unë kam vdekur, nuk kam pse të mbrohem nga ato. Tjetër është liri nga ambicia egoiste. Nuk kam pse të shkel mbi dikë për të lartësuar veten. Nuk kam, jam i lirë nga kjo ambicie egoiste. Nuk kam pse të shkel tjetrin që të lartësoj veten. Çfarë çlirimi? Po është liri për të shërbyer, vetëm ai që është i lirë nga vetja mund të dojë vërtet të tjerët. Vetëm ai që është i lirë nga vetja mund të dojë me të vërtetë të tjerë dhe sfida është kjo. A jeni lodhur duke mbrojtur imazhin tuaj? Mos u shqetëso për imazhin tënd, thjesht bindju Zotit, bëj atë që i pëlqen atij. Zoti do merret me imazhin tënd. Sepse ti ke vdekur. Krishti le të rrojë në ty. Edhe kur Krishti rron në ty, dëshmia e tij është e përsosur. Amen. Mos u shqetëso. Mos u lodh duke mbrojtur imazhin tënd. Kryqi na liron nga barra e të qenit Zot të jetës tonë. Kujdes. Na çliron. Zoti na ka çliruar për sistemin e botës. Le ta shpjegoj këtë gjë sepse një sferë tjetër kritike e çlirimit është marrëdhënia e besimtarit me botën, edhe në greqishtën e vjetër, po them biblike. Fjala botë, kozmos, kjo është fjala që përdoret. Shpesh nuk i referohet planetit Tokë apo njerëzimit. Po është një sistem specifik shpirtëror dhe social. Nuk dua t'ju lodh me këtë, por ja, shikoni. Sipas studiusve, në fakt bota është ose përfaqëson një sistem vlerash kulturore, ekonomike, politike, që funksionon në mënyrë të pavarur dhe në rebelim ndaj Zotit. Ta them edhe një herë, bota, çfarë është bota? Bota është një sistem i organizuar i vlerave kulturore, politike, ekonomike, që funksionon në mënyrë të pavarur dhe në rebelim ndaj Zotit. Kjo është bota. Ju mund të thoni nga e diti këtë, ja do ta shohim, sepse te letër parë e Gjonit, fjala e Perëndis na thotë që ne e dim se jemi prej Perëndis dhe gjithë bota gjendet në ligësi. Edhe ky sistem karakterizohet nga lakmia e mishit, krenaria e jetës dhe lakmia e syve. Ja ku e kemi, gjithçka që është në botë, dëshirimi i mishit, dëshirimi i syve, fotollogu i jetës nuk është nga ati, por është nga bota. Edhe bota çfarë bën? Ushtron një presion të jashtëzakonshëm, konformizmi mbi ne si individ, si besimtar. Do që na konformojmë me veten. Kur ne kemi dalë nga bota. Edhe Pali, interesante, prandaj thash do t'i përmbledh shkurt këto gjëra, po është kaq fundamentale kjo gjë që po shohim tani. Pali thotë, a doni të dini cili është çlirimi? Shikoni. Sa për mua kurbës qoftë që unë të mburem verse për kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, nëpërmjet të cilit bota më është kryqëzuar dhe unë botës. Kjo është një vdekje e dy fisht. Çfarë do të thotë që bota më është kryqëzuar? Ose bota është kryqëzuar tek unë, nëse mund ta perifrazoj në këtë mënyrë. Bota është kryqëzuar tek unë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që
për besimtarin e pjekur, shkëlqimi, joshja, premtimet e rreme të sistemit të botës duken si një kufom në kryq. Bota nuk ka çfarë më ofron. Shkëlqim, joshje, premtimet e saj, të mirat e saj, për mua ato janë si një kufom në kryq. E humbasin fuqinë e tyre ma gjepsëse. Nuk më ma gjepsin. Kam gjetur diçka më të mirë, amen? Dhe unë i kryqëzuar për botën, do të thotë që bota e sheh besimtarin të vdekur për qëllimet e saj. Besimtari në sytë e botës është i vdekur për qëllimet e saj. Besimtari nuk reagon më ndaj stimujve të saj, ambicjes egoiste, manipulimit, frikës, tërheqjes për paudhësi, fitimit në mënyrë të padrejtë, gjërave të tilla. Do me thëmë për ne, ose ta them kështu, bota e sheh besimtarin të vdekur për qëllimet e saj. Çlirimi nga bota nuk kupton refuzimin e neutralitetit, do të thotë që ne duhet të mbajmë një qëndrim. Besimtari e kupton që miqësia me botën është armiqësi me Perëndimin. Dhe kjo shkelës dhe shkelëset kurorës nuk ka fjalën për shkeljen në kurorës nga ana fizike, por është për faktin që ne i përkasim Zotit. Edhe kur ne fusim idhuj në veten tonë, atëherë kjo shkakton një lloj xhelozie për Zotin, edhe ne si shkelim kurorën frymërisht me Zotin. Edhe ai thotë miqësia me botën është armiqësi me Perëndimin. Gjitha i sistem që ecën në mënyrë të pavarur në rebelim ndaj Zotit, ku po shkon? Me lakminë e mishit, lakminë e syve, krenarinë e jetës, ku po shkon? Jeni shpenguar nga ajo botë. Edhe kjo nuk kërkon izolim fizik, që ne si besimtarë të futemi në manastir. Po çfarë kërkon? Izolim shpirtëror. Ne jemi në botë, por nuk jemi nga bota. Është një izolim shpirtëror. Izolim fizik, jemi aty për ndikuar dhe këta, amen? Jemi në botë, por nuk jemi nga bota, ama kemi vlerat të tjera morale, kemi qëllim tjetër, Zoti na ka dhënë jetë, edhe liria vjen kur opinioni publik, presioni kulturor, standardet e suksesit kësaj epoke nuk diktojnë identitetin tonë si besimtar. Dhe ky është bekimi. Dhe së fundi, Zoti na çliron prej pushtetit të errësirës dhe frikës së vdekjes. Tani kjo është shumë e fortë, prandaj e kam lënë për në fund, por Zoti na transferoi, shikoni pak, ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na zhvendosi në mbretërinë e birit të tij të dashur. E dini si mund të përkufizohet ose si mund të përshkruhet gjeopolitika e shpëtimit, po përdor këtë fjalën e përmendur shumë sot, me që ne po futemi në Evropë si Shqipëri. Por nëse doni një përshkrim të gjeopolitik të shpëtimit, është ky. Zoti na mori si një grup njerëzish nga mbretëria e errësirës dhe na çoi në mbretërinë e dritës. Dhe këtu ka një ndryshim regjimi. Dakor, nëse do ta shpjegoja nga ana njerëzore. Zoti na shpërnguli, na shkuli nga mbretëria e errësirës dhe na çoi në mbretërinë e dritës. Këtë bëri Zoti. Edhe këtu ka një ndryshim regjimi. Ka pushteti, ja? Binere. Ka ndryshim regjimi. Kush është pushteti për ne sot? Zoti, amen? Ne jemi në mbretërinë e dritës. Edhe kjo është ajo që shohim këtu. Satani ka humbur të drejtën ligjore mbi besimtarin. Ai mund të veprojë si terrorist, si mashtrues, por jo më si mbret apo zotëri legjitim. Ne nuk jemi më në jurisdiksionin e errësirës. Nuk jemi më. Po për frikën e vdekjes, çfarë mund të themi? Shikoni, sepse kjo ora ime nuk punon, nuk e di sa është, por do mbarojmë shumë shpejt. Sepse duke qenë se bit kanë të përbashkët mishin dhe gjakun, po ashtu edhe ai u bë pjesëtar në ato gjëra që të shkatërronte me anë të vdekjes, atë që ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin, dhe të çlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin nështruar për robërisë për të jetën. Kush e ka pushtetin e vdekjes? Satani. Ai ka pushtetin e vdekjes. E dini ju që ai përdor pushtetin e vdekjes për të mbajtur të nënshtruar njerëzit?
Ju mund thoni si e bën ai një gjë të tillë. Ai e përdor frikën e vdekjes, frikën e humbjes, të dhimbjes, të asgjësimit për të mbajtur njerëzit në kontroll. Po ai e bën këtë gjë, dhe kjo frikë i bën njerëzit egoist, i bën njerëzit frikacak, i bën njerëzit të gatshëm të bëjnë kompromise morale për të mbijetuar. Ai përdor frikën e vdekjes, të asgjësimit. Ai e përdor një gjë të tillë. Edhe fjala shkatroi këtu, që Krishti e shkatroi, nuk e ka fjalën për asgjësim, sepse ne e dimë që Satani është ende i gjallë dhe i zën me punë sot, apo jo? E dimë gjë të tillë. Fjala do të thotë që ai e bëri jo veprues, e bëri pa efekt pushtetin e tij, dhe pushteti i Satanit mbi njerëzit duhet të thyet, si thyet pushteti i Satanit mbi një njeri kur ai beson Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Kështu thyet pushteti i tij. Edhe prandaj erdhi Jezusi si njeri, ai duhet të vdiste. Tani Satani është i çarmatosur, ju mund të thoni, jo nuk është kështu sepse ai ka ende pushtet. Pushteti i Satanit është vdekja. Është një armë shumë e fuqishme. Vinëra. Krishti erdhi, u bë si njëri prej nesh, edhe hyri në vdekje. Dhe triumfoi nga vdekja përmes armës së Krishtit. E dini cila është arma e Krishtit? Jeta e përjetshme. Jeta e përjetshme. Është edhe më e fuqishme. Me të Jezusi e shkatroi vdekjen. Prandaj erdhi si njëri prej nesh. Ringjallja e Jezusit u siguron besimtarëve jetën e përjetshme. Edhe pak, edhe bota nuk do të më shohë më, por ju do të më shihni sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Krishti është jeta. Është jeta. Ai është jeta. Është një person. Edhe ai vërtet vdiq fizikisht, por ai jeton, është i gjallë. Edhe ai mposhti Satanit, i hoqi Satanit pushtetin, asgjësoi, e bëri të paefektshëm fuqinë e tij. Ne nuk mund të vdesim dot shpirtërisht më. Sepse Zoti na bleu. Amen? Kë bleu Zoti? Shpirtin ton bleu me gjakun e tij. Dhe shpirtrat tanë i takojnë Perëndis. Besimtarët janë të lirë nga tmerri i vdekjes. Vdekja për ta është kthyer nga një ekzekutim në një gjumë ose në një kalim në praninë e Krishtit. Dhe kjo liri nga frika e vdekjes është baza e guximit të martirëve. Pse shumë martirë gjatë gjithë historisë kishës nuk kanë pasur frikë të vdesin? Sepse Zoti i çliroi. Gjaku i Krishtit i çliroi nga frika e vdekjes. Kjo është baza e guximit të martirëve dhe paqes në mes të rreziqeve. Vdekja është vetëm një hije, sepse Jezusi i ka çelësat. E besojmë këtë apo jo? Jezusi është jeta, ai është burimi i jetës, është jeta vetë. Le të ulim kokën të gjithë. Dërsa ky vit sapo ka filluar, le të mendojmë pak se çfarë ka bërë Zoti për ne. Ai na ka dhënë një liri të vërtet, e cila gjendet duke u bërë sklavit dashurisë për Krishtin. Te Galatasit 5 vargu i parë, Pali thotë qëndroni pra në lirinë, me të cilën Krishti na liroi dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e sklavërisë. Pse kthehesh në kafaz kur dera është e hapur? Mos u kthe më. Lutje Zotit, të heq çdo lidhje me të kaluarën për të shpallur pronësinë e Krishtit mbi çdo sferë të jetës. Në shërbesën e çlirimit nuk është e nevojshme të kërkohen formula magjike. Pranoj identitetin tënd në Krishtin dhe ec në frym. Pendimi është çelësi që mbyll dyert që mëkati i ka hapur armikut. Pendohu, e kështu do të mbyllësh dyert që mëkati hap. Zoti nuk na ka ofruar një arnim të jetës vjetër, por një krijim krejtësisht të ri. Çlirimi është vepra më e plotë e Perëndisë. Të jetosh në këtë liri do të thotë të ecësh çdo ditë në realitetin e asaj që Krishti ka kryer tashmë. Nëse Zoti ka folur sot, dhe ti e di që je skllav i një mëkati, një vesi në jetën tënde. Kuptoj që Zoti të ka dhënë çlirim. Nëse je i mërzitur duke quajtur veten të pavlerë, apo je i shqetësuar, mos harroj që Zoti ka bler me një çmim
i cili tregon që vlera jote është e pallogaritshme. Je i çmuar në sytë e tij. Në qoftë se vuan, sepse ke sfida dhe prova përpara edhe gjendesh në udhkryq për të marrë vendimet e duhura, besoj fjalës Perëndis, ec në frymë. Ec në ligjin e ri të frymës së jetës në Krishtin Jezus, që të mposhtësh atë ligjin e vjetër të mishit dhe të mëkatit. Thuaj Zotit, Zot, unë dua të të besoj ty, dua të hedh hap besimi. Dua që të ngrihem lart si shqiponja, të eci pa u lodhur, të vrapoj pa u lodhur, mbi mëkatin, mbi botën, mbi vdekjen, mbi sfidat e kësaj bote, Zot, dua të të besoj ty. Dua të kem një fuqi të mbi natyrshme, Zot, në ecjen time të përditshme. Në qoftë se je shqetësuar për veten tënde, Zoti thotë konsideroje, llogarita veten të vdekur, por të gjallë për Perëndin, të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin. Mos u shqetëso për veten tënde, por lëre Krishtin të jetojë në ty. Ai do të rregullojë dëshminë tënde. Lëre Krishtin të jetojë në ty. Pali thotë, u kryqëzova, thotë, e nuk roj më unë, po Krishti rron në mua. Nëse Zoti ka folur sot, lutem thuaj atë Zot, unë dua të ndryshoj. Nuk do kërkoj të ngresh dorën, por në këtë fillim viti, le të shërbej kjo ditë sot si një fillim i ri për ty. Ndoshta Zoti do të përdor më shumë këtë vit, dhe thuaj ti Zot, unë dua, mbi bazën e çlirimit që ti më ke dhënë, që unë të eci në rritësinë e jetës. Kërkoj Zotit fuqi, kërkoj atij të përdorë në punën, në familje, midis njerëzve. Jepi Zotit lavdime dëshminë tënde dhe thuaj atij. Le të marrim pak momente në shtë. O, atë falemderit për këtë ditë, falemderit për vërtetën tënde, falemderit që na dhe mundësi të shihemi në vitin 2026 me njëri tjetrin. Falemderit Zot që ti je në kontroll të kohës, të së ardhmes. O Zot, falemderit që ti je një Zot i përjetshëm edhe. Falemderit që na ke dhënë mundësinë ne që jemi vulnerabël në këtë botë, që të besojmë ty Zot edhe të fitojmë mbi dobësitë, mbi sfidat, mbi provat, për shkak Zot sepse ti na ke dhënë frymën tënde. Falemderit për kaparën e trashëgimisë. Falemderit Zot që mund të ecim në atë ligjin e ri të jetës. Ligji i frymës së jetës në ty, Zot. Falemderit për atë fuqi të jashtëzakonshme. Zot, falemderit që na kput të prangat, o Zot. E mund të themi, jam i lirë, jam i lirë. Falemderit Zot, jam i lirë sepse ti më çlirove. Jam i lirë Zot sepse ti pagove çmimin e dënimit tim. Jam i lirë Zot që të eci në fuqinë e frymës. Jam i lirë Zot sepse dua të bekoj ty. Dua të jetoj për ty, Zot, jam i lirë. Faleminderit për këtë hir të jashtëzakonshëm. O Zot, na përdor në këtë liri që të shërbejmë ty. Të mos e përdorim lirinë si një patent për të mëkatuar, por si një çlirim, Zot, që të shërbejmë ty. Mbi ligjin, mbi vdekjen, mbi mallkimin, mbi mëkatin, mbi provat, mbi tundimet. Zot, sepse ti je i denj. Na mbur Zot me frymën tënde. Faleminderit për ata njerëz që rrëfyen problemin e tyre para teje. Zot, jepi fuqi sipas të vërtetës tënde. Sipas frymës tënde, Zot. Dhe na ngri lart me flatra, Zot, që të rrezatojmë lirinë tënde, Zot. E të çojmë lirinë e Krishtit të shpirtat e atyre njerëzve që janë të burgosur në pushtetin e mëkatit. Zot, të lirë për të çliruar të tjerët. Faleminderit, Zot. Na ndihmoj që kjo liri në ty, që ti ke bërë për ne, të shërbej për shërbimin tënd, që ne të bëjmë dishepoj, të fitojmë njerëz për ty, Zot. E të ecim në risinë e jetës, si të gjallë për së vdekurish. Faleminderit, Zot, për secilin. Merr lavdi nga jeta jonë, të dua dhe lutem në emrin tënd, Zot Jezus.